Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshorës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është 7 të kupës. Shikoni, këtu janë 2 persona dhe 7 kupa, më fal, 6 janë me një anë dhe një asnjëri se ka në dorë. Është vletër, ta them, fantazive, zgjedhjeve dhe iluzioneve. Ke shumë mundësi përpara të dashur peshor, por jo gjithçka që shkëlqen është arë. Nga që në këto kupat, secila kupa paraqet një ëndër të ndryshme: dashuri, pushtet, pasuri, sakrificë, lidhje, mister, por jo çdo zgjidhje është e drejtë. Pra, mos merr vendime të nxituar të dashur peshor, sqarohu me veten çfarë do vërtet që kupën e duhur ta merrni. Disa dëshira janë të bukura por jo të shëndetshme. Këtë mos e harroni. Mund të jesh duke u përballë me iluzione se projekcione emocionale. Shikoje realitetin në sy. Mos u hutoni nga bukuria e zgjedhjeve të shumta. Zgjedhja e duhur është ajo gjithmonë në përputhje me shpirtin tënd, jo vetëm me syrin. Pra, të keni kujdes. Jo atë ndoshta çfarë dëshironi, por çfarë ju duhet është më rëndësi.